Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Çiftet ideale sipas horoskopit. Luani me Peshoren. Ky çift është si film me shkëlqim. Luani është ylli që kërkon vëmendje, kurse Peshorja është diplomacia dhe eleganca në formën më femërore të mundshme. Kur bashkohen, Luani ndihet i vlerësuar dhe Peshorja ndihet e sigurt dhe admiruar. Ata kanë balancën perfekte, pasion dhe harmoni, zjarr dhe qetësi. Në dashuri, ky çift ka respekt dhe bukuri, ku të dy e ndjejnë dashurinë dhe komoditetin e të qenit vetvetja. Akrepi me Demin. Ky është një çift i fortë dhe i qëndrueshëm. Akrepi sjell intensitet, pasion dhe mister, ndërsa Demi sjell durim, stabilitet dhe dashuri të qëndrueshme. Të dy e kuptojnë rëndësinë e besnikërisë dhe janë të gatshëm të punojnë për lidhjen. Përkundër temperamenteve të ndryshme, ky çift është magnetik. Intensiteti i akrepit plus qetësia e Demit rezulton në një dashuri që nuk thyhet kollaj. Ata i kuptojnë ndjenjat e njëri tjetrit dhe kjo e bën lidhjen të qëndrueshme. Binjakët me Shigjetarin. Ky është një çift plot energji dhe aventura. Binjakët sjellin humorin, zgjuarsinë dhe komunikimin, ndërsa Shigjetari sjell liri, aventurë dhe pasion për jetën. Të dy e duan ndryshimin dhe nuk durojnë monotoninë. Lidhja e tyre nuk mërzitet kurrë. Gjithmonë ka biseda, udhëtime, surpriza dhe gaz. Në këtë çift, liria e Shigjetarit dhe kurreshtja e binjakëve krijojnë një marrëdhënie të gjallë dhe të mbushur me emocione. Peshqit me Gaforen. Ky është një çift emocional dhe poetik. Peshqit sjellin ëndërrim, fantazi dhe ndjeshmëri, ndërsa Gaforja sjell përkujdesje dhe mbrojtje. Të dy kanë ndjenja të thella dhe e kuptojnë se dashuria nuk është vetëm fjalë, por veprime dhe mbështetje. Ky çift ka një lidhje që prek shpirtin, sepse ka besim, ngrohtësi dhe përkushtim. Ata kuptohen pa fjalë, ndjejnë njëri tjetrin dhe kjo gjë i bën të jenë të padukshëm për botën jashtë.